Deputeti socialist Ben Blushi po kthehet në një rast për të studiuar në politikë. Ish gazetari i shndruar në politikan e publicist, flet rrallë publikisht, por mbetet një zë me ndikim brenda dhe jashtë selisë roz. Për herë të tretë që pas 23 qershorit, javën politike që lam pas, Blushi provokoi një temë të fortë debati politik. Të hënën e kaluar, publikoi në një editorial tek Lapsi.al atë që emërtoi si fjalimi i tij në funeralin e rilindjes. Krejt pa doreza, Blushi bën një konstatim të fortë për mazhorancën ku bën pjesë. Rilindja, filozofia me të cilën të majtët morën 1 milion vota, ka vdekur ende pa u bërë 2 vjeç. Mediokriteti, hipokrizia, neveria dhe mosmbajtja e premtimeve që u dhan pushtetin, po hapin një grop që veç smadhohet për ditë për mazhorancën. Rilindja nuk ka frym, nuk ka organizim, nuk ka motivim, nuk ka mobilizim, nuk ka ide, nuk mbrohet, nuk mendohet, nuk pendohet, por vetëm rrëzohet dhe bie. Bie në gropën e vet ideologjike, e cila ishte e dukshme që ditën që u krijua. Rilindja ishte ambalazhi i një kutije që koha provoi se ishte e mbushur me ujë fiziologjik, që vlen vetëm për të pastruar veshët, hundët dhe lëkurën, por me që është vetëm ujë, derdhet dhe prandaj zbrazet. Rilindja nuk kishte ideologji, nuk kishte parime, nuk kishte personalitet, por kishte vetëm ambicie fizike për të ardhur në pushtet, dhe ja arriti të bjerë në gropën e pushtetit të cilën po e zgjeron. Megjithse është për të ardhur keq për të gjithë ata që e besuan kur lindi dhe u krijua, ky ishte një funeral i parashikueshëm. Pavarësisht se kryesonte listën e Partisë Socialiste në Elbasan në vitin 2013, me një rezultat të kënaqshëm elektoral, duhet thënë se Ben Blushi ka mbetur më shumë socialist se sa mbartës i filozofisë së re të socialistëve, rilindjes. Edhe unë kam këtë këshill për ty, mos i beso të gjitha ato që lexon, shoh dhe nga programi i qeverisë. 18 muaj më vonë, duket se Blushi e qartëson atë frazë, që në atë periudhë u duk si një batut me ish kryeministrin Berisha. Deputeti socialist shkruan hapur për ndarjen që ekziston në partinë e tij. Socialistëve të hershëm, thot ai, u ka mbetur veç emri i partisë, ndërsa të ardhurit me rilindjen po qeverisin. Për shkak të detyrimit për të fituar Partia Socialiste bëri koalicion, ja la pushtetin rilindjes, i dhuroi organizimin dhe i huazoi zgjedhësit, por megjithse fitoi zgjedhjet, Partia Socialiste nuk qeverisi asnjë ditë, që nga dita e parë qeveris rilindja, qeveris ambalazhi dhe jo kutia. Përshkrimi i Blushit në fakt reflektohet çdo të njëjtë në parlament, aty ku opozita akuzon mazhorancën për paaftësi e korrupsion, ndërsa qeveria mbrohet akoma me mëkatet e kaluara të opozitës. Me forcën e eksperiencës politike, por edhe publicistike, zërat e shumicës, Ben Blushi i quan rilindist. Rilindistët nuk besojnë në asgjë. Besimi i tyre është pushteti, kauza e tyre është defekti i të tjerëve, instrumenti i tyre është efekti mbi të tjerët. Në analizën e tij, Blushi dallon 2 kategori mes tyre: krenaristët dhe kanabistët. Tipari kryesor i krenaristëve është aftësia për të qenë krenar edhe në humbje. Krenaristët janë krenar për gjithçka, edhe kur punët shkojnë keq, edhe kur s'ka punë, edhe kur s'ka reforma, edhe kur s'ka progres. Krenaristët janë më shumë kur shqiptarët janë më pak. Megjithse deri më sot s'kam parë asnjë krenarist bindës. Ata nuk dorëzohen. Ata mund të përpiqen të bindin se edhe kaosi që kanë shkaktuar prej 22 muajsh është i organizuar. Kanabistët kanë një tipar të cilin nuk e fshehin dhe prandaj janë të sinqertë, çka bie më një herë në sy. Ata duan të fitojnë vetëm me ndihmën e shtetit. Shteti është banga, shteti është prona, shteti është sipërmarrja, ndërmarrja, huamarrja dhe pengmarrja e tyre. I quaj kanabist pasi në kushtet ku reformat e krenaristëve nuk prodhuan dot më shumë vende pune, më pak taksa, më pak polarizim, më pak ignorancë dhe më shumë kohezion social, ata dolën në sheshin e ideve dhe propozuan atë që në letërsi quhet Deus ex machina. Kanabistët pra propozuan legalizimin e kanabisit. Një shkrim i tillë në prag të zgjedhjeve lokale ngre pikpyetjen e paevitueshme.
A ka vallë Blushi një pakënaqësi personale me Ramën, apo si socialist me përvojë po paralajmëron humbjen nëse ecet në këtë rrugë? Nuk është sekret se marrëdhënia mes Edi Ramës e Ben Blushit, të paktën prej vitit 2009, ka njohur më shumë ulje se ngritje. Kanë një bashkëpunim 18 vjeçar që nisi në vitin 1997, kur me sugjerimin e këshilltarit të vet Blushi, Fatosnano e ftoi Edi Ramën të kthehej nga Franca për t'u përfshirë në qeverinë socialiste si ministër i kulturës. Pas kësaj, Ben Blushi e ka mbështetur vazhdimisht Edi Ramën, edhe në ambicit e tij personale, që shkonin përtej Bashkisë së Tiranës, siç ishte gara për kryetar i Partisë Socialiste përballë Fatosnanos, por edhe përtej kësaj gare. E kur Rama u bë kryetar i Partisë Socialiste, e shpërbleu me postin më të lartë që kishte opozita, kryetari i grupit parlamentar të socialistëve. Pas 2 vjetësh në këtë detyrë, Ben Blushi dha dorëheqjen kur 6 deputet të grupit të tij thyen vendimin e partisë dhe shkuan të votonin për Bamir Topin si president i Republikës. Kjo marrje përgjegjësisë nga ana e Blushit u vlerësua publikisht nga kryetari Edi Rama. Marrëdhënia mes të dyve po shkonte mirë, deri kur 2 vjet më vonë ishte radha e Edi Ramës që të testohej për parimet e reja që kishte vendosur vetë në Partinë Socialiste, marrjen e përgjegjësisë. Në 2009, socialistët humbën zgjedhjet parlamentare, por Edi Rama nuk e respektoi atë që kishte shkruar në statut, se kryetari që humb zgjedhjet largohet. Në vend të kësaj, Rama foli për zgjedhje të manipuluara, ngriti çadrat e urisë në bulevard për hapjen e kutive dhe sulmoi Ilir Metën si tradhtari së majtës. Kjo filozofi e Ramës bëni si them unë, por jo si bëj unë, duket shënjoi krisjen e parë serioze në marrëdhënien me Blushin. Ky i fundit tentoi të bashkohej me ata që mendonin si ai në Partinë Socialiste, duke krijuar atë që u njoh si lëvizja e mendimit ndryshe. Por vetë protagonistët e saj e patën të vështirë koordinimin me njëri tjetrin, dhe pas disa takimesh masive me mbështetës në Tiranë e rrethe, kjo iniciativë u sfumua, pavarësisht interesit të lartë mediatik. Pas kësaj, Rama ja doli t'i spostonte njëri pas tjetrit nga radhat e para të partisë, të gjithë mbështetësit e LMN-s, ndërsa Blushit i rezervoi drejtimin e listës së deputetëve në qarkun e Elbasanit, aty ku demokratët dominonin pas fushatës së kaluar të Lulzim Bashës. Kjo ishte situata publike e marrëdhënies mes të dyve në prag të 23 qershorit 2013. Duke uruar fitore 23 qershor, kam kënaqësinë tani ftoj para jush mikun tim të vjetër, mikun e gjithëve ne, njeriu që po drejton këtë fushat, do drejtoj rilindjen mas 23 qershorit, Edi Rama. Faleminderit gjithëve. Fitore e 23 qershorit ishte rasti kur Edi Rama dëshmoi se tashmë projektin e rilindjes do e vazhdonte me njerëzit e tij. Emrat e kabinetit të ri, shumica e deputetëve veteran socialist, i mësuan nga mediat, e Blushi i pari pati mundësinë të shihte në praktik se Rama nuk e konsideronte më si njeri të afërt të tij. Kryeministri që kemi sot, dhe që ishte kryetari i partisë si fitoi zgjedhjet, se zgjedhjet nuk ka fituar Edi Rama. Zgjedhjet ka fituar Partia Socialiste e Shqipërisë, që ka Edi Ramën kryetar partie. Natyrisht. Okej. Ky njeri u zhduk mbas zgjedhjeve. U zhduk. Dhe nuk konsultua fare me partinë, doli vetëm një ditë në televizor, tha kjo është qeveria ime, këto janë ministrat e mi. Ishte gjesti i pa drejt. Unë nuk jam menduar kur isha në qeveri dhe si erdhën punën më mirë që s'jam fakt. Këtu ka nisur zyrtarisht krisja e Ramës jo vetëm me Blushin, por me gjithë veteranët e Partisë Socialiste. Ndryshe nga këta të fundit, Blushi mbeti zëri i veçuar, që e shkumte her pas here shumicën nga efektet e rezultateve të 23 qershorit. Tu e kërkuar qeverisë të shohë më shumë përpara se sa prapë, të marrë më shumë vendime, të flasë më pak dhe natyrisht të veproj më shumë se të tregoj. 6 muaj më vonë, Ben Blushi i kujtonte Ramës se nuk po zbatonte rregullat e Partisë Socialiste.
Jo publikisht, edhe shumë të tjerë mendonin si Blushi, por ai mbeti I vetmi zë publik. Ka qenë në fund muajit tetor, ne do kishim zgjedhje për kryetarin e partisë. Edi Rama është pa mandat për fat keq, si kryetar partie. Unë kam një këndvështrim shumë të thjeshtë që nuk është personal, po është I bazuar në ata eksperiencë cilës unë jam referuar që është ditën e parë që kam qenë në krye të Partisë Socialiste, që është eksperienca e New Labourit Tony Blairit. Kam qenë unë që kam futur sigurisht bashkë me tjerët, po domethënë pas fitores sime për parimi një antar një vot dhe as në New Labour dhe në asnjë parti tjetër kur partia fiton zgjedhjet nuk hyn në zgjedhje të brendshme për liderin e partisë që edhe në statutin tonë është dhe kryeministër. Kryetari I Partisë Socialiste të Shqipërisë zgjidhet nga me parimi një antar një vot një herë në 4 vjet. Në vitin e 5. Keni parë ju mandat 4+1, se furgon 8+1 pam, po u ndaluan. Këto janë interpretime, po ajo që di unë të them me përgjegjësi të plot është që partitë që zgjedhin me një antar një vot, liderin e kanë kryeministër dhe për sa kohë lideri është kryeministër, partia nuk hyn në zgjedhje për liderin. Është e vërtetë që mandati I kryetarit ka mbaruar në pikpamje të asaj që është shkruar në statut, por Partia Socialiste me eksperiencën laboriste dhe pa eksperiencën laboriste ka një emergjencë bazë, është qeverisja e vendit. Në këto kushte, dukej se Blushit I mbetej si zgjedhje vetëm publicistika. Pesimizmin për të ardhmen e vendit, edhe me qeverisjen ku bën pjesë, Ben Blushi e hedh në 140 faqet e librit të tij të 4, një ese e zgjeruar me titullin Hëna e Shqipërisë. Teksa bën një analizë historike të një shekulli shqiptar, Blushi parashikon një të ardhmë as pak premtuese ekonomike, në të cilën një pjesë e konsiderueshme e popullsisë do mbetet në varfëri. Profetike ose jo, varfëria duket arsyeja kryesore artikuluar publikisht nga shqiptarët, që në vitin 2015 ka nisur një eksod të pakontrolluar jashtë vendit. S'ka lënëse punë, as I gjanë botë, po këtu edhe në rrugë me bëmet kam se kamen, se ka grupa sa me hup mrena. Ju personalisht? Unë personalisht edhe unë sa më shpejt, nesër mas nesër, sot ndalim bileta dhe ika. Qa bën djali jam ku e babën e ka pa punë, nanën e ka pa punë, vetë pa punë, në pallat, me kushte këtë ma anormalet. Menim ekonomike se I herë vjen, herë zvjen. Që kanë me bëmë? Të kanë ujë? Ku kanë me punu? Kanë përtika të, dykon kanë përtaqet isëj jedeset, isëj muhabetit. Nuk ka stabilitet politik, ekonomike e social. Shteti është dekompozuar, a mëjt në lumin e gremit. Një shoku ime ishu klase, që larguar, po. Nuk janë më në shkollë? Jo. Ikin me një shpresë një tanë më mirë, po duhen I kthehen. Po nuk mundin se sa të koma pasaportat. Ti ke folur me shokën tënë? Ke komunikuar, të ka treguar si është? Po disa shokë thonë që është mirë, disa thonë që është keq, disa thonë që kemi për të ngrënë, po puna është se një person që më tregoi që këtu nuk është politik vetëm për të ngrënë, po për të ushqyer. Unë për shembull kisha synim të ikem për gjithë një vend pune ose për një strik më të mirë. Duan të ikim pas çajin dot. Kush do të iki për shembull? Duan të ikin çunat, po nuk ikin. Çunat tuaj? Çunat tuaj. Si nuk çajin dot, po të tjerët si kanë? Po çajin dot. Po ja, kështu me sakrificë. Para një muaji ka filluar ikja eksodi ka ikur. Dhe nga Cakrani me që unë mbuloj këtë fshat si kryeplak, kanë ikur gati 50 familje që kanë mbyllur dyert. Dhe ma merr mendja 400 janë persona kështu individ që kanë ikur. Dhe kanë ikur kunë Gjermani, Itali, po thonë Gjermani kanë ikur shumë. Po ikin gjysma e Cakranit. Nga ka para shumë këtu, po na ikin. Si? Ka para shumë. Pësha ikim atë, pësha ikim. Po presim për një kartë, për një pasaport që t'ikim jashtë. Sa vjeç je? 14. 14 vjeç? Po. Do me ik? Po. Se mendon se atje është mirë? Po. Më mirë se këto. Jo, atje paktën për bukë s'desin. Edhe s'ka ku ka me këtu, s'ka pa perspektivish. Ç'a të bëjmë bra? Për fëmijët e ne po mendojmë për një perspektivë më të mirë ne. Se paktën janë ligje të tjera ne, për fëmijët paktën kanë përparësi.
E këtë shqetësim ngriti Ben Blushi në parlament të njëjtën e kaluar. Kemi filluar të persekutojmë për fat keq për shkak të varfërisë, apo për shkak mungesës së pasurisë. Je i varfër shërbesh keq. Je i varfër nuk ke shkollë. Je i varfër nuk merr drejtën në gjykat. Je i varfër nuk blen ilaçet e duhura. Je i varfër nuk ke mundësi transporti. Je i varfër me më pak pension. Je i varfër diskriminohesh. Edhe ky është problemi që kemi sot. Po ngremi standard të keq Shqipëri. Po diskriminojmë të varfrit. Kjo është arsyeja pse po ikin. Për turbin ton. Për turbin ton përbashkët. Një pozicionim që e ve sërish përballë Edi Ramës, që e mendon krejt ndryshe. Ka një keqkuptim të madh nga njëra anë, i krijuar në raport me një nevojë të shpallur të Gjermanisë për rreth 45.000 të huaj, por me profesione të caktuara dhe për arsye të caktuara të ekonomisë gjermane, në raport me nevojën, dëshirën, aspiratën e njerëzve për të shkuar në Gjermani dhe për të kërkuar aty një jetë më të mirë. Mbi këtë keqkuptim ka hyrë veprim elementi kriminal dhe mjafton të shikojmë në vendet fqinje dhe kemi të njëjtën situatë. Largimet në Kosovë, të cilat ndodhen në kohë paralele sot, janë amortizuar. Çka ka ndodhur? Ka ndryshuar ekonomia e Kosovës brenda këtyre javëve? Jo. Është frenuar fluksi i stimuluar nga elementet kriminale. Në linjën e Ramës, ministri Mirqenies bën publikisht për llogaritjen e votave zgjedhore. Nga komunat që menaxhohen, nga këta që bërtasin kaq shumë, po largohen më shumë njerëz. Kështu që do doja që ky të ishte një moment për pak reflektim, sepse varfëria nuk lindi në një ditë dhe këto komuna, kryesisht veriut, menaxhuara keq nga këta që bërtasin më shumë, kanë dhe humbjet më të mëdha. Por ndryshe nga qeverisja aktuale, eksperienca e dikurshme i bën veteranët e Partisë Socialiste që të lexojnë e të pranojnë këtë eksod masiv të shqiptarëve si përgjegjësi të klasës politike. Ne mund të flasim këtu sa të duash. Sot, nesër, pas nesër, për energjinë elektrike, për këtë, për atë, por në Shqipëri, në një vend ku ka vdekur drejtësia, sigurisht ka vdekur edhe fjala. Në një shtet ku ka vdekur ligji, ç'kuptim ka politika, ju me drejt mund të përdorni edhe metaforat e kolegut Blushi për kanabist edhe krenarist, po keni harruar se çfarë toponimi ju takon juve. Ju jeni pjesa që bëni sehir ose shkurt sehirist. Aludimi i Majkos për shkrimin e Blushit ishte i vetmi në publik. Kolegët e tjerë me eksperiencë mbetën të heshtur, ndërsa në mbrojtje të kryeministrit, në disa media të shkruara, u shfaqën vetëm 3 deputet, Sadri Abazi, Namik Kopliku e Tauland Balla. Kjo mënyrë e sforcuar e reagimit ndaj shkrimit të Blushit nuk duket e papritur. Përkundrazi, duket e zbet. Edi Ramës duket nuk I intereson të përplaset publikisht me mikun e dikurshëm. Është koherent në këtë qëndrim, një lloj si 2 muaj më parë, kur organizoi një darkë pajtimi në Pezë. Kafet apo darkat mes kryeministrit Rama dhe një ndër deputetëve më të spikatur të së majtës, Ben Blushi, nuk do të përbënin lajm nëse nuk do të ishin aq të ralla e të vinin gjithmonë pas kritikave publike të këtij të fundit. Shtypi I ditës shkruan se Peza dhe shtëpia e trashëguar e Bab Myslymit është bërë mikpritse e darkës të SHN-s, ku veç Ramës dhe Blushit kanë qenë të pranishëm edhe Sajmir Tahiri, Bashkim Fino, Blendi Klosi dhe kryebashkiaku I Durrësit Vangjush Dako. Ndërsa burimet e ABC News bëjnë me dije se një mik I përbashkët jashtë politikës është bërë personi që uli bashk Ramën e Blushin. Nuk dihet me saktësi se çfarë I bëri bashk emrat e së majtës, por ajo që dihet është se pak ditë më parë Ben Blushi kritikoi fort reformat e qeverisë Rama duke thënë se po varfërojnë më shumë shqiptarët. Aludohet se arsyeja e darkës së Pezës mund të jetë një qetësim I ujrave mes të dyve, pas shkrimeve dhe deklaratave kritike të Blushit, por ABC News ka mësuar se mund të ketë të bëjë edhe me një pozicion të ri politik të deputetit brenda së majtës. Por edhe një darkë thjesht pajtimi mes shefit të ekzekutivit dhe deputetit që guxoi t'i thotë në publik ato që mendon, nuk përjashtohet. Madje duket e besueshme po të sjellim në vëmendje që një ndër kafet publike Rama Blushi ishte pas një situate të ngjashme në tetor 2011. Aso kohë Blushi ishte shfaqur sërish kritik dhe Rama preferoi të gjerbte kafe me të një javë para kongresit.
Edhe tani, 4 muaj përpara zgjedhjeve vendore të 21 qershorit, shefit të qeverisë duhet më pak se kur përçarja dhe kritikat brenda radhëve të veta. E pas shkrimit të Blushit, shfaqësimi ishte reagimi i parë i kryeministrit. S'kemi thënë kur që kemi një shkop magjik për ta kthyer Shqipërinë në parajs, por kemi thënë se jemi të angazhuar dhe do t'ja dalim që ta kthejmë Shqipërinë në vendin ku gjithë secili të jetojë me dinjitet dhe ku ne, qeveria dhe institucionet të garantojnë barazinë e mundësive dhe të jenë pranë kujdo që kërcënohet në këtë barazi, qoftë për shkak të fatkeqësive natyrore, qoftë për shkak të mangësive të tjera me të cilat ne përballemi çdo ditë. Rikonfirmimi se rilindja ekziston ishte reagimi i dytë në një intervistë për televizionin Klan. Edhe pse i pyetur direkt, Rama refuzon të bëjë replik me emër me Blushin. Si mjeshtër i komunikimit publik, Rama e di se heshtja është një mënyrë defaktorizimi. Unë nuk komentoj komentet edhe aq më tepër kur komentet vinë nga brenda rrethit të madh të familjes sonë politike, kështu që është e kotë që kërkoni një koment timin lidhur me këtë. Entuziazmi im për mënyrën se si do të shkojnë gjërat, jo vetëm që nuk është cënuar, por përkundrazi është edhe më i madh. Problemi i kësaj qeverie nuk janë njerëzit që janë aty brenda. Nuk janë njerëzit. Janë shinat në të cilat po ecën. Pra, ka devijuar nga pjesa dërmuese e parimeve mbi të cilat kjo shumicë u votua. Dhe duke devijuar, duke krijuar modele të deformuara, ka krijuar këtë kosto politike dhe kombëtare që Shqipëria po vuan sot. Fatkeq qeveria ka devijuar nga parimet e luftës ndaj varfërisë, për cilën u votua, e prioritizimit të arsimit, të bujqësisë dhe mbështetjes atyre fukareve që dalin sot në televizor. Por Ben Blushi është një personazh që ka një impakt jo të vogël mediatik. Dikur ka qenë pjesë e medias. Ja si i shohin i ditë e fundit të Blushit, kolegët e tij në studio në Opinion. Pritshmëria që mbolli rilindja, përgjithsisht tek ata që e besuan, ishte kjo që do kishte 300.000 vende pune, do kishte shëndetësi falas, do kishte legalizim falas. Pra, kjo ishte logjika që nga ferri, logjika ishte, pra rilindja mbolli këtë metaforë komunikative. Pra krijoi një iluzion. Iluzioni komunikativ ishte ky që nga ferri ku jemi do të shkojmë në parajs. Pra kjo ishte ajo që bëri rilindja. Rilindja i premtoi shqiptarëve që të rilind shtetin. Që njerëzit në Shqipëri të veprojnë bazë ligjeve dhe jo të veprojnë me anarki dhe pa ligj. Që të luftohet dhe korrupsioni. Dhe çfarë ka ndodhur realisht? Dhe çfarë ka ndodhur realisht? Në shumicën e premtimeve që ka bërë rilindja është në rrugë të mbarë. Ka shumë gjëra për të folur në detaje, kurse të flasë shumë tërsi. Mes Blushit dhe Ramës, çfarë po ndodh? Si Blushi me figuracione, këto janë hartime, këto s'ton asgjë, këto nuk janë pjesë Çfarë politike. ka ndodhur mes Blushit dhe Ramës? Nuk e di. Blushi shfall funeralin e rilindjes. Pra, i bën thirrje të gjithë atyre që kanë besuar ke rilindja, që sot t'i thrasin mendjes dhe të vëmë mendjen punë, a ka vdekur kjo rilindje e premtuar 2 vite më parë. Pse unë them që Blushi ka drejt? Unë s'kam besuar vetë ke rilindja asnjë çast. Por çdo njeri që ka besuar ke rilindja, a ka besuar që bashkë me rilindjen trafikantët e drogës nuk do i kapte policia se i mbronin deputetët? Ai që ka besuar ke rilindja, ka besuar që për shembull sot kur zgjidheshin kryetarët e bashkive, ai Vlorës do ikte se ka bërë masakër dhe ai Durrësi do rinte megjithë se ka bërë masakër? Ai që ka besuar ke rilindja, ka besuar që dokumentat e Interpolit do fsheheshin në zyra? Ai që ka besuar ke rilindja, ka besuar që ajo mësuesja Lushnjës do i merrte para të punësuarve në punë për t'i futur në zyrat e shtetit? Kishte edhe në blok të shënuar. Ata që kanë besuar ke rilindja do besonin ato gjëmat që kanë ndodhur ke spitali atje që keni bërë dhe ju emision këtu. Pra, çdo njeri që ka besuar 2 vite më parë,
tani është i bindur që ky nuk është më shteti i rilindjes. Ta bësh këtë, se janë antar i spikatur Partisë Socialiste përpara të zgjedhjeve, në vigjilje të zgjedhjeve, nuk është fair play. Pra nuk është korekte. Zgjedhjeve lokale në rastin konkret. Nuk ka rëndësi, kanë gjithmonë një matrizë, një valencë politike. Dhe mendoj që ka të bëjë, Blushi do të hapi me bryla korridorin e karrierës tij që ndjen të mbyllur. Dhe për këtë ka vendosur të mos respektojë një lloj kodi të panënshkruar dhe të paaklamuar që në fushat elektorale nuk merresh me partinë edhe kur ke paklenësi me kryetarin. Skeptikët dhe cinikët në politik vlen shumë herë më tepër se sa servilet. Vlen pra shumë herë më mirë skepticizmi i Blushit në këtë rast, se sa një tuf me njerëz të tjerë, shpesher anonim, të cilët thjesht thurin lavde apo ditirambe poshtë e përpjet. Shiko, për të festuar mjafton edhe një daulle, problemi është si mund të administrosh humbjet apo dështimet. Blushi e bën këtë paralajmërim. Dhe ka një gjë tjetër që është edhe më e rëndësishme se kaq. Blushi është fatkeq sepse ngjan i vetmuar, por kjo nuk është e vërtetë. Dhe qofse shikojmë edhe më thellë atë çfarë ndodh tek e majta, konkretisht tek Partia Socialiste, ka shumë bende të tjerë të cilët kanë frikë edhe të ecin vetë, edhe të shkruajnë vetë, edhe nuk din të bëjnë asnjërin as tjetrën. Padyshim që Partia Socialiste nuk është më ajo e kohëve të Fatos Nanos, ku ndjeshmëritë përcilleshin publikisht e padorashka. E me që në Partinë Socialiste të Rilindjes zërat pro ose kundër Blushit po mungojnë në publik, janë sërish analistët mediatik, ata që hedhin hipoteza politike. Ben Blushi në vitin 2003 ka bërë një akt gati pa precedent që nuk e ka bërë asnjë politikan tjetër. Duke qenë ministri Nanos, i dha firmën Ramës për kryetar partie. I dha firmën Ramës për të kandiduar. Çfarë bëri Rama kur kandidoi? Doli në tribun para socialistëve dhe i tha: "Po ndo që të rrugën që po ndiqni deri tani, në 2005-ën ju do humni zgjedhjet." Ben Blushi mund sillej si mira socialistë të tjerë që i kishte dhënë atëherë një punë pushteti, që e linin Ramën jashtë dyerve të sallave. Nuk e fusin në zgjodhi të kundërtën, sepse atëherë nuk qe në lojë ambicia e tij personale, ambicia i duhet i thoshte të rinte me Nano, por sepse ndoshta mendonte, po ta shohim me sy pozitiv, që kjo parti bëhet më e shëndetshme kur njerëzit kritikojnë brenda saj, ku njerëzit mund të konkurojnë brenda saj dhe nuk e kanë tabu të kritikojnë dhe kryetarin e partisë. Pra, në këtë logjik, Blushi është shumë koherent, kurse Rama i 2003-shit që kërkonte të sfidonte kryetari Nano atëherë, dhe sot vë për të kritikuar Blushin, ata deputet që i ka pas dhe klient dhe i ka dhënë leje ndërtimi, Sadri Abazi ra i pari Blushit, këtu ka një problem të madh. Pra ka prishje në këto 10 vjet, ka prishje të rregullave të lojës. Së paku këtë javë, Ben Blushi ka shpallur kandidaturën për kryetar të Partisë Socialiste. Në pritje që 2 vjet më pas projekti politiki i zotit Rama të përfundoj me humbje dhe ai të jetë kandidati i vetëm që shkon në garën për postin e kryetarit të partisë. Pra është një provokacion që po të merret nga ana e dur i bën mirë edhe kryeministrit, sepse ka jo pak dështime, por nga ana tjetër mendoj që çdo strategji radikale në marrëdhënie Rama-Blushi do të dëmtonte më shumë Ramën se sa Blushi. Ajo që Blushi e formulon si kritik, por nuk është e tillë, politikisht është ajo që Zheje tha me delikatesë, po unë do ta them më troç, është një pabesi. Si duhet reagoj atëherë ndaj kësaj pabesie që quhet? Rama duhet reagoj ndaj kësaj pabesie me të vërtetat e veta, sepse Blushi është i verbër ndaj arritjeve të rilindjes në këto 2 vjet, të cilat nuk janë pak. Unë u përpoqja ti përmend Shkarazin në fillim, por kjo kërkonte një emision të tërë të veçantë që ti evidentosh ato, dhe Rama duhet përpiqet që këto fitore që ka arritur ti konsolidoj, ti ngrej në profil më të lartë, që edhe persona si Blushi më në fund kenë aftësinë t'i shikojnë. Nuk shumica shqiptare, se nuk profesor shqiptar, por shumica 99% e njerëzve që takoj unë në jetën e përditshme, po them në gjitha ambientet mendojnë atë që mendon Blushi. Po.
Dhe ky është paradoksi i shqiptar, kur dikush thot një të vërtet, artikulon një shqetësim publik, qoftë brendshëm, qoftë jashtëm, të gjithë i sulen personit për ta denigruar dhe për delegitimuar folsin për shkak se nuk u pëlqen argumentet. Vet paneli opinion reflekton deri diku ndjeshmëritë brenda Partisë Socialiste. Ben Blushi duket ka në krah median, por jo mbështetjen publike të atyre që mendojnë si ai në Selin Roz. Fjala e të njëjtës në kuvend i ngjante një fjalimi elektoral, edhe pse vet Blushi thotë se nuk do të largohet nga Partia Socialiste. Ka pas momente të vështira për mua nga vitet 2009, 2011, 2012 që më zhdukur sikur rrugët e mia me PS-n janë mbyllur jo për fajin tim. Nuk ka qenë dhe nuk do ishte kur zgjedhja ime. Njeriu ndahet në jetë edhe nga gjëra më të shtrenjta se i parti politike, edhe qëllon rryshim. Po kjo nuk do ishte në asnjë rast zgjedhja ime. Nuk do ta uroja. Të vetmi të lumtur në këtë vend, në 25 vjetë e fundit kanë qenë vetëm ata që e kanë qeverisur. Vetëm ata kanë besuar në sukseset të pafundme, patjetër edhe sot, madje sot ndoshta edhe më shumë, sepse japin edhe me ngjyra, japin digjitale. High definition. Kur rritet shpresa për punësim, rritet numri i njerëzve që kërkojnë punë në zyrët e punës. O krenar, me atë në djel, po ja pra, kemi ilaçe, kemi spitale, po ja ku e ke? Ja ku e ke shkolla i sot, e ka me Gjerma Kapitale. Në spital s'ka ilaçe, s'ka mjek, më vdiq vllau. Nëse zoti Majko do kishte dalë kandidat në Tiranë, absolutisht për ne do të kishte vështirësi. Por si zoti Majko, si tjerë si zoti Majko, nuk mund të kandidojnë për Edi Ramën, sepse ai është më interesuar për fitoren e tij. Dhe kur them për fitoren e tij, për fitoren e xhepit të tij, sesa edhe për vetë fitoren e Partisë Socialiste. Unë vetëm një informacion doja t'ju jepja, shumë sinqert, dje isha në Kalabri, edhe ky fenomen ishte edhe atje, që iknin edhe në Gjermani, edhe në Angli, dhe kishin shqetësim të madh. Po nuk e politizonin kaq shumë. Unë do ju jepja një këshill zoti kryeministër, që shifrat nuk janë talenti yt, nuk të shkon fare ai kostum, më mirë lëre, më mirë fol për gjëra tjera, po si ekspert mos bëj. Dhe sot më shumë se kur do ju shkonte heshtja, sepse në funeral nuk flitet. Specialisti i naftës që përfiton, dil këtej, përfiton 85.000 lek më shumë. Kam derin e madh ta marr këtë certifikat nga kryeministri. Së certifikatë është librezë pensionit. Certifikatat janë për të vënë mur, por nuk japin lek. Librezë pensionit. Ti që nga në formë, ti merr pensionin, mund të punosh edhe në privat. Se sa të formojmë ne këta elektricistët e rinj, u bë një 20 vjet që këtu elektricistët nuk formohen. Hajde se paske edhe ngjyrën e dur, unë jam me ngjyrën e gabuar. Ndoshta sepse edhe në shpirt, si familje, si person, jemi të ngjyrës. Po mi më dhe unë në shpirt e ngjyrës. Nuk e di se sa, nuk e di në kuptimin unë përdor edhe ngjyrën. Megjithatë, ndoshta ndjemi të rinj në shpirt. Do doja që, po sikur të kishte puse dhe nafta të vazhdonte, do doja të vazhdoja edhe 10 ose 20 vite të tjera. Jam e kënaqur me pensionin që më jepet. Ka drejt Gramozi. Do betej gjej gratë e Fierit. Gramozi i ka rënë mirë se i do për beteja politike, po burrat e Fierit duhen pyetur tani, ça heqin? Jo. Që ose ke kanë vunojnë e njohë mirë,
edhe si që thotë nëna ime, ata kanë 1 gradë temperaturë më lartë. Normale kanë 30, normale kanë, ne kemi 36,6 dhe tjerët, ata kanë 37,6. Janë në gjendje subfebrile gjithkohës. Unë nuk komentoj komentet edhe aq më tepër kur komentet vinë nga brenda rrethit madh të familjes son politike, kështu që është e kotë që kërkoni një koment timin lidhur me këtë. E pash këtë intervistë dhe ishte ndoshta i vetmi moment që besova që ka një pjesë rilindje në atë që po bën Rama, ai bari atje ka rilindur, kryeministria është më e bukur, pra në qoftë se mund të flasim, duam të gjejmë diçka për rilindje, në aspektin e imazhit kemi një lloj rilindje. Në bare ka ta ndisë rilindje. Keni parë kryeministrë Shqipërisë mes fond më të bukur t'japi intervistë në 25 vjet. Ka dhënë Fatos Nama këtu intervistë ke Klami. Ne kemi qeveri që da quaj qeveri kuklash, ku figurat politike, si që është Blushi, janë totalisht në munges totale. Blushi, Majko, tjerë më përmënë. Pra nuk kemi qeveri politike, kemi qeveri, bravo Çuna, që drejton Çuni i madh që është kryeministri Rama. E dish më në veshmo. Ed Rama ka ca kohë tani kohët e fundit, së mos pasaj të Blushit, ka marrë kokat e kundërshtarëve të vetë, e kundërshtarëve të vetë politik. Jo, prit, jo. I ka bërë kështu si koka kukla është vogla, si kukla, edhe rikë shumë një të cep, i ka vënë atë dhe i gjunë me shtiza, pës, gjithë kohë në shpi vetë, më shti paparu. është për të hequr stresin. Ka që një personazh ke David Copperfield i Dickensit, që ishte ai Diku. Si gjudhe me shtiza? Jo, ai gjudhe me kështu me nga ato, që quhet, me ato letrat që paloset si në formë kështu, aeroplanës veqe letre kështu gjudhe. Kjo gjudhe me shtiza? Si raketa që kemi. Kjo gjudhe me shtiza, më shkulla. Nuk më tha që gjudhe me shtiza. Nuk gëzova ta them termin raketa. Si shigjetat të vogla ato, nuk janë shtiza. E më shtiza e, shigjetat të vogla, pa që gjudhe shumë pam. Nga ato që gjuhen aty ka ato. Që ngjiten. Po bravo, që ngjite kokat e kuna. E ka si shinjesra pra. Nga këto kuklat vudu që i ngull që... Jo, ka drejt shkullagur, këtu ka lidhe me magjin. Po pra, se shumë afer. Po pra, po, është si magjistari Ozi. Pa di, kjo qëtë simulacionit keqes, kur ti godet me shtis, një, po themi shëmbulltyr... Thonë që e vëra në shpi tani. është, po që është kjo shenjë? Do t'jetë rëndë që se bërë. Hek syrën e keq me këtë, hek syrën e keq. Nuk e di nëse bërë, po që se bërë në shërëndë. Ose nga që ka shpinë e madhe dhe ka distancë, s'ka qa bërë.